Mirëmëngjes të gjithëve. Me një shkodrane të mrekullueshme. Ndjeva një emocion të veçantë dhe së brendshmi dhe syt mu lagën, nuk e thash veten, por ndjeva thjesht një ndjensi të mrekullueshme. Ajo vajzë e vogël, siç duket bashkë me qumshtin e nanës, kishte marrë edhe tingujt e violinës, edhe të folmen e saj, kaq të amël të Shkodrës tonë. E ajo është konkurrente në çmimin Pjetër Gaci me violinën e saj. E kam ftuar sot në këtë studio me kënaqësinë më të madhe, ashtu siç thash. Unë fakt ta di emrin, por kam qef me thanë prej gojës tënde sepse shqiton shumë bukur. Ti quhesh? Arianna Gjarbella. Nadia e mirë, Arianna. Sa bukur që ke ardhur sot në Mirëmëngjes Shkodër bashkë me mamin tame, e cila është një artiste famoze. E famshme. E famshme, a? Si t'jesh? Si të duke, si m'jesh këtu? Mirë, është e parë intervistë që baj, është e bukur. Është e bukur. Ti je nga Italia, ke lindur në Torino, por qyteti jot më i dashur në Shqipni është Shkodra, Shirok. Edhe Shiroka. Ma kanë plazhin. Ma kanë plazhin. Edhe liçenin edhe tana. Ujin. Ma shumë se violina? Të dyja mi kanë. Të dyja. Kënaqësi shumë e madhe me kënë Shkodër, këtu ke gjyshat. Që ata mi dojnë shumë fort. Dojnë shumë fort. Po kur hyn ti që vjen nga Italia, si të presin ata? Shumë të gëzumë, edhe më përqafojnë, edhe më dojnë fort. Më dojnë fort. Gja shumë e bukur. Po këtë herë nuk e ardhë thjesht për me i vizitu. Këtë herë ke ardhë edhe si një konkurente, madje edhe vjet ishte konkurente, po si vjet ishte konkurente për e vërteti, a? A është e vërtet kjo? Çfarë ke luajtur në këtë konkurs Pjetër Gaci? Dzajs kohën e parë. Dzajs kohën e parë. Dzajs është një autor dhe koncerti i tij kohë e parë. Për violin. Për violin. E ka emrin Fredrik Dzajs. E ka emrin Fredrik Dzajs. Si mësove ti këtë koncert? Ishte shkruar te partitura. Po ti ke mësu me e lexu partiturën? Po. E lexova edhe e përsërite. E përsërita shumë herë. Ba te çopa copa, edhe e kam mësu. E ke mësu. Mirë, po e njehim si ke interpretuar ose si e ke luajtur ti tek konkursi Pjetër Gaci. Okej, kamera. Tu do t'i bish mas pak, po ne po e ndjekim nga skena. Okej.
shumë bukur. Kishe emocione? Po. Po pse çfarë mendoja? Kam menu një film të madhe. Jam me shumë kompjutera. Edhe ishte emocionume. Po kush të duar Turqitja që falë ty? Si Ti fol për intervistë këtu apo se Merita është të pyet për konkurs atje? E di. Atje s'kishte kompjutera. Po, kishte një film emocion, po kishte vetëm era aty. Edhe ti e përmblodhe gjithë emocionin emocionin tënd, edhe me njëherë nuk ngurrove. Gjë e bukur. Po. Të pëlqen shumë violina? Po, është i bukur, po instrumenti e tona, jo. Më kanë një firma shumë tjera instrumente. Tjera instrumente, për shembull. Piano, flaut, harp, këta. Të pëlqen? Po. Po ti megjithatë more violinën, sepse mami jote është violiniste dhe mami të solli një ditë violinën në shtëpi, apo jo, një violinë të vogël, sepse jo violinë Mikena. Dhe ti çfarë bane? Unë ishte e vogël aty, kishte 3 vjeç, 4. E atëherë i kam rënë një fjekot. Mësënej e kena rënë. Po mësënej e kena marrë prep. E aty kam fillu Suzukin, po mësënej e kam rënë pse ishte një fjetë për i fresht. Edhe kam studiu me mamin. Po. Kjo është diçka e bukur. Muzika është e mrekullueshme. Është e vërtet kjo. Po. Ti je rritur me muzikë. Edhe babin e ke muzikant. Po. Çfarë instrumenti luan babi yt? Flaut. Flaut. Prandaj të pëlqen flauti ty, a? Po. Mirë, ti ndoshta do ta mësosh më vonë flautin kur të rritesh edhe pak. Po tash kjo violina jote është e mrekullueshme. E prandaj e shtrëngon fort këtu. A? Ke qejf ti biesh të luash pak xajs? Po çojmë vetëm në kamë. Po, në kamë ço. Ja, këtu. Më afër. Më pëlqeu harku yt. Harku është shumë i rëndësishëm, nuk e di Çeçilja, Lila. Unë nuk jam specialiste e violinës, por harku i Arianës është shumë i mirë, shumë e ka vet.
E ka vet, nuk kemi ndërhy shumë. Ka vet. E shikon, po prandaj ti ke ardhur me këto diplomat, po më shpjegoj një herë diplomat. Atëherë, jak di me lexu shumë shqip, po provoj. Po provon. Atëherë. Diplom për çmimin sipas specialiteti dhe kategorisë. Ariana Gjarbella vërsu me çmimin e parë. E parë, çmimin e parë, bravo! Është çmimi i parë që merr apo ke marrë edhe çmime të Ja, tjera? kam marrë edhe një çmim tjetër, pse kam bërë 3 konkurse e kam fitu 2. Bravo! sa suksesshme, vazhdo leximin. Megjithëse s'ke ba asnjë ditë shkollë në Shqip. Bravo! Në specialitetin violin, kategoria A, për impërtërim me nivel të lartë artistike në edicion Të 24. të 24 të konkursit në ndrojmë kombert Ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Pjetër Gaci, Shkoder, 15. edhe Qershor. Shumë bukur. Ndërsa këtu janë pikët që ti ke marrë. Ariana Gjarbella vlerësua me 99 pikë me specialitetin violin, kategoria A. Bravo, bravo, urime. Tash ti këto 2 nderime, certifikata, çmime, do t'i marrësh me vete në Italia? Po baj një gjam me futetana Po i vën mur. Mur. Do t'i vesh me korniza, aty tek dhoma jote dhe sa herë zgjohesh në mëngjes, e përshëndet pikërisht këtë konkurs dhe si diçka e bukur. Është e mrekullueshme. Lila, është kënaqësi e madhe. Po shumë. Për ty, domethënë ti besove, jo vetëm te Ariana, po te ky konkurs. Sigurisht. Unë kam kanë para 2 vjeç, kam kanë komision. Po. Me Paq Pavacin. Edhe aty parë sa bukur organizohet, sa ndërkombëtar është ky konkurs. Ka shumë fëmijë me nivel shumë të lartë. Edhe fill mendova, vajza ime do të fillojnë violinë, do të vinë konkursin e parë këtu. Edhe ashtu nolli vjet, erdhë me kishte pak muj që kishte studiu, por megjithatë unë pata qejf që të vinë të shohin një ambient me kulturë, me muzikë, me fëmijë që merren me pasion me këtë gjë, edhe ashtu nolli, sepse në fillim e kishim një fjetë zorshme me fillu studimin. Po unë mendoj se ky koncert ishte pak sfidues për Arianën. E ka zgjell vetë këtë koncert, ishte një fije pak ma lartë se kjo është niveli. Ti ke arritur një nivel shumë të mirë, Ariana. Je e kënaqur për këtë, a? Edhe zgolli vetë, kështu që si mjet erdhë me një fije ma me determinacion, edhe ma me qejf me fitu në i çmim. Nuk edhe bamas me pa fitu, i thash, gjaja kryesore ti bish mirë. Edhe unë kujtova se në i çmim 3 ose në i çmim 2, nuk ma mori mendja. Falenderoj shumë Jurin që jella këtë mundësi, sepse fëmijëve duhet një satisfaksion, sepse studiojnë, e kanë zorshme me studiu, tanë fëmijët, sigurisht, është e zorshme, instrumenti është shumë i zorshëm, sidomos për fëmijët. Kështu që kam qejf që të ke një satisfaksion që ti napin një hovë për mejtë për para. Po mirë, ti kur mbarove, siguri ki përqafu mamin tane që ta kam mësu violinë, se tute? Po kush kisha armet një gju atje tek koncerti? Atër, vetëm 1-2 shepse tjetër ashtë në sedja rotelle edhe... Sedja rotelle që do të thot karrige me rota, por që është mirë me shëndet në kuptimin e gjendjes. Mund të bëjmë edhe një gjatë. Ju lutem, në teatrin Migjeni veni një rampa për njerëz me sedja rotelle. E ka? Po, e ka. Ku është? E ka, tjetër Migjeni është këtu, e rampa është të. Do ta kontrollojmë pra. Në shkallat e jashtme. Shkallat e jashtme. Shikon vajzë sa e vëmendshme është. Megjithatë, gjyshja jote, nana si e quan ti, gjysh Maria?
Nana Nuçi. Nana Nuçi, po, Zysh Nuçi e kemi thirrë dhe ne në shkollën e muzikës. Është një mësuese violina. Tash ja. Jo, po ka qenë dhe prap mbetet Zysh Nuçi, ajo që ka mësu gjithë ato nxënës në shkollën e muzikës. Apo jo? Edhe kur të ngjon ty duke luajtur në violinë, çfarë thot ajo? Bravo. Bravo, të mbështet gjithmonë. Po. Po mirë, ti kur flet me nanën, me gjyshin, me të gjithë ata që ke këtu në Shkodër, dhe nuk ke ndroje fare, as pak, domethënë, sepse flet kaq bukur gjuhën, një kënaqësi, apo ja? Po. Ka herë ja di si sot një fjalë edhe e so italisht pse. E di një fjalë italishtën. Gjysha, po. E di. Të pëlqen? Po. Po si e ke mësuti gjuhën shqipe edhe italisht? Si ke mësu? Atër, italishtën kam shku pse. E di kam shku në azile, atë. Ke shku në kopsht, në kopsht, po. E më thënaj Shqipen, pse kur ishte vogël mami, me më folë të Shqip, edhe kadal e mësova. Po këtu ka edhe një kontribut të fort, bashkëshorti jem, burri jem, se është italiano, jo dihet, edhe ai ka pas gjithmonë qef që unë vajzë të flas Shqip, edhe nuk e ka një kur vedin me njanë, sepse ka njerëz që janë një vedin, nuk kuptojnë, ajo dihet dhe nuk kuptojnë asnjë fjalë. Një fjalë të vogël, dhe thot Ariana. Cilët fjalë kupton babi, din babi? Atëherë... Që thot baba ty, kur vjen momenti, kur unë thras? Që thot baba Ariana? Hajde me haner! Hajde me haner, kjo është një merak, ose një interesim gjithmonë i prindit. Hajde me hanger. Pra edhe babi e ka mësu këtë fjalë. Edhe ma nuk e ka një vedin kur me njanë, por më ka shty gjithmonë mi fol, nuk tham, ja shumë krenar që vajza ti italiane flet Shqip. Kjo është duket një gjë shumë e madhe. Po është faktikisht sepse vetëm unë jam atje. Shkolla italiane, edhe televizore e gjithashtu i rëndësishëm për fëmijë janë tana italisht. Kështu që nuk kemi njerëz afër Shqip, edhe baba e vetëm një vedin shumë krenar që kemi më rritë të dy. Gjuha e nanës, kja gjuha e nanës, gjuha shqipe, aq më tepër dialekti Shkodrës që është aq i amël, aq i dashtën, aq i mrekullueshëm. Po mirë, e din ata shoqet dhe shok këtu në shkollë që ti je violiniste dhe din aq mirë një gjuhë tjetër, siç është shqipja. Po, e din, po është një që Shoqe. Një djallë. Që një herë unë ishte atë shku me ba një konkurs që më thë dhe i kam fitu. A më ka sanë, buona sfortuna. Unë ka në një fije keq pëse. Po, ka trajtu i fije kështu. Ja, punë fëmishme. Por ty të ka metë mendja, me gjithë atë, ti e ke fitu atë konkurs. Bravo, dhe unë të roj që gjithmonë të ngjitë shkallët. Ti e mësu me muzikën, Ariana. A është e vërtet kjo? Po. Baja dhe solfesh. Baja dhe solfesh. Po mirë, si e mësu ti me muzikën, sepse dikush më ka thënë që ti je aty gjithmonë kur vazhdimisht, ose në turnet e mamit, ose kur mami lunë në orkestër. Unë shkoj pse më kanë me vjaxhues, me altu. Edhe është bukur me vizitu një tjetër qytet, edhe ma kanë orkestrën. Ta kanë orkestrën? Po të bëj një pyetje pak të zorshme, po ti e ke të thjesht me thënë. Qa është muzika? Si mas tejet? Muzika është një gjë e bukur. Një gjë e mrekullueshme. Po. Që ti gjithmonë ke qejf me një gjuhë, edhe me lujt. Po.
du mira shtira, pse unë e di që mundem, jak di mama, po edhe ajo e din, po Po mirë, ti dëgjon mamin, po dëgjon edhe flautin e babit. po, Të dyja të pëlqejnë. po, Por të pëlqejnë edhe harpa, po, piano, ti do të eksplorosh, do të thënë do t'i zbulosh të gjitha këto? po. Lila ke ndiku shumë në formimin e vajzës, apo jo? Po, edhe burri jem merret me flaut, gjyshi, baba i Federikut, burrit tem, ka kanë profesor në konservatorin Torino pianojet, kështu që s'kena ka me shku. Kunati me violonçel në orkestër. Ju jeni një orkestër e mrekullueshme. Po. Edhe Po, edhe, si thot frate? Po, David e merret me violin, kemi... Ishte edhe, Jo, nuk ka bëma. po. ja, i ka bi violonçelit, po e ka lënë. Po tash ti mos na harroni në Shkodër, se kena Zyshnuçit violiniste. Edhe gjyshi që ka luajt orkestran në operën e parë shqiptare, operën Mrika, instrumentist. Po. A? Po. Është kështu. Por mos harrojmë edhe dikë tjetër që është ba famos dhe që vjen sot në Shkodër. Do të ma thuash. Kush është? Ashtë Kolle Laca, doja jem. Që unë jam shumë e lumëtën, se kur shkon në Eurovision, mundet me nkontru vajza edhe djenë të tjera. Kantar. Po, kantar. Edhe bërë shoqëni, edhe mbësënej mu më kanë edhe me njoft. Me njoft, me më ka që një video që së të Ciao Arianna edhe atë masana e kësan në anglisht pëse ja gëdin me fol italisht kësan unë jam në Bozovu që donë me sanë Basilea edhe jam këto me Kolin edhe sot bëjmë finalen edhe jena shumë e lumëtën. Jeni shumë të lumëtën, po çfarë ka kompozu, ka marrë pjesë dhe jot Kolle Laca, e din ti? Po, zjarë. Këngën zjarë. Këngën zjarë. Ti këtë këngë e ke mësu, apo... Po, e di. E din? Po. A mund na këndosh pak? Okej. Në zemrën time, zemrën teme, kjo minutë dhe vazhdojnë, mirë se mirë në spajmen, i të bash shpirti aman e kokajme. Bravo! Po këtë këngë, ti tash po jo mëson edhe shokëve tuja tjetë shkolla, Jam të provu, po ata jak donë. Nuk donë, s'ka gja. Ata donë San Marinon, jak donë Albanin, donë San Marinon. San Marinon donë, po ti donë Albanin. Po. Mirë, s'ka gja, ashtë e rëndësishme të dushti. E më së nej San Marino ka fitu, ka Nuk ka fitu, ka doli fundit. Po Albania ku doli? Albania i 8. I 8. Mendon që duhet t'ishte edhe pak më nalt? Do më thënë t'ishte i pari. Jo, pse unë kam thënë, ja ke ditë që atë të festivali dolte i pari. Atëherë, kam thënë, dali i pari, ndoshta po dali edhe në Eurovisione. Kam menu që ishte i pari. Kjo ke mendu ti? Se ka dalë në Tiranë, i pari, nuk e ka menu që po dali i pari, doli i pari, atëherë edhe në Eurovision me dali i pari. Lila, kjo vajzë besoj se është një pikë referimi edhe për jetën tënde koncertare. Sigurisht, unë vajzën e marrë gjithmonë me vedi, atë është më shba si shoqe. Nuk jena shoqe, i kam thënë. Por është shumë qejf edhe gjëra kryesore që kur vjen në prova nuk mërzitet, por i pëlqen shumë. Për shembull, para 2 muajsh kemi kanë Verona. Unë më thirrën si spalla orkestrës, edhe shkuam edhe me një javë, edhe unë pak hera parë që e mora pa babysitter, pa në kënd. Edhe ishe një fje preokupume, por Ariana ka ndaj me gjithë qejf të një provat, e mësoj përmend simfonin. Çfarë simfoni të pëlqen ty?
Beethoven La Pastorale. E mësoj përmendsh edhe koncertin e pianos, cili ishte? Që të pëlqej? Chopin. Chopin. Ishte një që i vite që kishte emrin Arseni Mun. Pse ai ka linë në Rusi. Rusi, po kishte print korean. I solisti që i ranë orkestër, edhe i njeku me shumë interes. Kjo është, dhe më thanë, ma Ky është një ushqim i mrekullueshëm për U knaq, në pata frikë se po mërzitë, se janë orë prova, nuk është se janë 2 minuta, por rritë aty në një palketo mrapa violinave të para, edhe rritë me interes, studiote të gjithë orkestrantat, shkoj Duke i ke mësu kështu e din përmendsh? Si din përmendsh, duke e këndu? Atëherë tan tin tin tan 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 tin 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 Kjo është Chopin për pianoforte. Po të shka ke di shumë S'ka tjetërën. Simfonin pastorale ke arru, po na ka prish i fje Eurovisioni. Kemi mësu këngët e Eurovizionit përmendsh. Kjo tregon që muzika tek Ariana ka ardhe natyrshëm si në përdeje lëvrim këtu dhe gjithmonë bulon kënaqësi të pafundme kur e ndëgjon, por edhe kur ekzekuton në violin. Ti do ta mësosh edhe pianon, se kështu ti thanë. Pse ka një shoqe, si është mami ka një shoqe që është si një motor, që pse ka shku, pse aty ishte komunizmi kur ishte e vogël, atëherë kanë shku në Itali, aty në Firenze. Po. Edhe Potenza. Edhe aja shoqen që ka shku e kanë studiu tam, ishin bashk, gjithë kohën. Pse E si ka emrin kjo shoqe? Dea Baba. Dea Baba. Edhe kjo mësuesja e madhe, Dea Baba, kjo pianistja e madhe, do të jetë edhe mësuesja jote, ha? Po, kam shku në shtëpi dje. Po, dje kam shku. Me Del Gabrielin Kam shku edhe kur ishte të studiu Gabrieli, pse ka piano në shtëpi. Unë kam thënë, po vjen një firme. Edhe ka thënë që jak muna me marrë të poshtë, ka me marrë një shtu, lirshëm e kë është gishti për, jo kë, pse aty është në violin. Bravo! Ja pra që ti ki ba hapin e parë edhe në piano. Të shti, me të vërtet, ky konkurs ishte shumë i bukur për ty, me sa shoh. Xajsin nuk do ta harrosh. Jo, e kam tënku në mendje. Bravo! Dhe Shkodra është për ty një dashuri e madhe edhe për konkursin Pjetër Gaci. Po. Edhe për Kolaca. Edhe për Kolaca. Bukur. Mirë, ti do vish përsëri vitin e ardhshëm. Po. Ndoshta me piano, o të dyja. Ose të dyja. Inshallah. Inshallah me të dyja. Po. Lila, unë jam pa fjalë për këtë vajzë të amël, artiste, me shumë cilësi të mrekullueshme, me këto dy sy që flasin, të shndritshëm dhe shumë të bukur. Faleminderit për ftesën. Dhe një kënaqësi shumë e madhe për këtë artiste që po rritet mrekullisht bukur mes tingujve të muzikës. Lila, ke ndërprer ndonjë projekt tani për ta në Shkodër apo do t'i vijosh më tej? Jo, kam ndërprej fije se në konservator kur një mësim është kohë provimesh, kohë kulmi por për Pjetër Gacin një javë mund ta merrsha. Kur të kthehem, do të vinë interesat. Ndërkohë që angazhimet tuaja vazhdojnë me orkestrën, me punën me konservator, me gjitha.
Edhe me studimin e Arianës, që është gjaja më e zorshme për mua. Sot u ndalëm në një stacion shumë të dashton, të këndshëm, të bukur, në atë gem të mrekullueshëm artistik të Shkodrës që jeton në Torino, që është edhe italiane, që është edhe shqiptare. Je të dyja? Po. Jam shqiptare edhe italiane. Një filla ma shumë italiane, pse? Se jeton atje. Po. Por këtu kur vjen, është një gjë shumë E bukur. shumë e bukur. Por është një gjë shumë e bukur sepse ti vjen edhe me violinën, mund të vish edhe me pianon, ose edhe me flautën më vonë. Po. Tashti unë do ta puth këtë dorën e bardhë dhe të bukur, e të mrekullueshme, edhe të uroj vetëm suksese. Gjana të bukura ashtu siç fal muzika. Lila, e paçi me jetë artiste të mrekullueshme, vajzën tuaj dhe vetëm suksese. Faleminderit shumë. Ju, Gjithashtu si prindër, si instrumentist, si muzikant, por edhe në këtë produkt të mrekullueshëm tuaj, siç është Ariana Gjarbella. Ciao. Miropafshim. Pashim.